Sigurisht kjo është një nga vendimet më të rëndësishme të cilat shërton gjykata kushtetuese. Çfarë po ndodh në gjykatën kushtetuese Koçi me çështjen e depozituar nga zoti Rama, me në qendër zëvendës kryeministren Belinda Balluku? Është një pyetje shumë e drejtë. Vetë gjykata kushtetuese duket se ka të vështirë të japë një përgjigje kësaj pyetjeve pas së ditën e sotme. Kolegji i gjykatës kushtetuese nuk arriti të merrte vendimin nëse do ta kalonte për shërtim në themel padinë e kryeministrit apo jo. Çka ka bërë që për të vendosur nëse gjykata do të shërtojë apo jo këtë padi, do të mblidhen të 8 gjyqtarët e gjykatës kushtetuese dhe të vendosin nëse kjo trup do të hyjë në themel ankimit të zotit Rama apo do të arrozojë atë ankim duke lënë në fuqi automatikisht edhe vendimin e gjykatës së posaçme që ka pezulluar nga detyra zonjën Belinda Balluku. Vlen theksohet se është një element tepër interesant që ka të bëjë me përbërjen e gjykatës në momentin që flasim. Gjykata kushtetuese është me një antar më pak, pra përbëhet nga 8 antarë dhe jo nga 9. Rrjedhimisht, nëse ndahen votat e gjyqtarëve kushtetues në mënyrë të barabartë, 4 janë pro kalimit të çështjes për të shqyrtuar në themel, 4 janë kundër, automatikisht ankimimi i kryeministit rrëzohet për shkak se gjykata nuk mund të shprehet pasi mungon kurumi i nevojshëm për të marrë një vendim, i cili është minimalisht 5 vota pro. Kjo duket se do të jetë edhe çështja që do zgjidhë më shumë debatin jo vetëm brenda gjykatës ndërmjet antarëve, por edhe ndërmjet aktorëve që janë pjesë e kësaj padije, qoftë gjykatën e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, qoftë Këshillin e Ministrave që ka depozituar ankimin pranë gjykatës kushtetuese deri ditën e njëjtë, duket se palët do vijojnë të mbajnë frymën për të parë më pas nëse do të marrin letrat që kanë hartuar për t'i prezantuar në gjykatë apo gjithçka do rrozohet pa nisur ende shqyrtimi i procesit. Ndihet fryma e presionit Koçi, nisur edhe nga burimet e tu lidhur me klimën që është brenda gjykatës kushtetuese? Sigurisht kjo është një nga vendimet më të rëndësishme të cilat shërton gjykata kushtetuese, madje mund thotë edhe më rëndësishme se ankimi i bërë nga zoti Veliaj për ndërprerjen e mandatit nga ana e Këshillit të Ministrave, për shkak se në përplasje të drejtë për drejtë tashmë nuk janë dy zyrtarë të Partisë Socialiste, siç ishte zoti Veliaj me zotin Rama, njëri kryetar bashkie, tjetri do ta shkarkonte. Në këtë përplasje të tanishme është Këshilli i Ministrave i cili përfaqëson pushtetin ekzekutive dhe gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit që ka aprovuar një kërkesë të SPAK, pra është drejtësia e posaçme përballë Këshillit të Ministrave dhe sigurisht kjo përplasje ndërmjet këtyre pushteteve të forta në realitetin shqiptar po ndodh në dyert e gjykatës kushtetuese. Sigurisht antarët e gjykatës e kanë, mund themi, disi të vështirë që të shprehen në mënyrë të menjëhershme, me shumë mundësi do të lexojnë dhe do të rilexojnë disa herë qoftë normat, qoftë aktet e kolegëve të tyre, qoftë praktikat e gjykatave tjera.